Të dashur qytetarë të Prizren, sot këtu para jush nuk po flas si politikan, po si djali i këtij qyteti, i cili ka jetu, ka luftu e ka ecë në fërtnjetat rrugë me impo. Unë e di sa herë është gëny, sa herë keni prit e nuk keni pa kur gjë, e di sa herë një ditë harrum, të nënçmuar e të lodhën për fjalëve boshe. Po sot po ju tham drejtën sy të gjithëve. Koha e pallavrave ka mbaruar. Ky qytet nuk kërkon lëmosh, po kërkon drejtësi. Ky qytet nuk kërkon mëshirë, po kërkon mundësi. Na nuk kërkojmë ndihmë, po kërkojmë vetëm më na lanë me punu ndershëm për qytetin tonë. Unë s'ka marrë sot këtu me folë për tijet, po ka marrë me dhënë besën për punë e për zhvillim. Bashk do ta çojmë Prizrenin aty ku i takon, një qytet që punon, që rritet e që jep dinitet çdo familje e çdo qytetari. Prizreni është shtëpia jonë e vetme, e shtëpia nuk lihet mëshirën e askujna. Shtëpia ndërtohet me dur, me zemër e me besë, prandaj ju ftoj gjithëve që mos ta dorëzojmë shpresën. Se kësaj herë nuk po vjen mashtrimi, po vjen e vërteta.